Parandalimi I të rinjve nga veset e shëmtuara. Veset e shëmtuara janë zakone dhe sjellje negative që mund të dëmtojnë individin, familjen dhe shoqërinë në përgjithësi. Ato mund të përfshijnë përdorimin e substancave të ndaluara, alkoolin, lojrat e fatit, abuzimin me teknologjinë, sjellje të dhunshme ose moral të dobët në marrëdhënie. Të rinjt shpesh janë më të ndjeshëm ndaj këtyre veseve për shkak të mungesës së përvojës dhe ndikimit të mjedisit të tyre. Shkaku kryesor I futjes së të rinjve në ves është ndikimi I jashtëm, shokët, media, rrjetet sociale dhe mungesa e udhëheqjes dhe edukimit të duhur. Por nuk duhet harruar edhe roli I brendshëm, kurioziteti, dëshira për pavarësi dhe kërkimi për emocion, mund të çojnë të rinj drejt zgjedhjeve të gabueshme. Parandalimi I vesit është I mundur përmes ndërgjegjësimit, edukimit, mbështetjes së familjes dhe komunitetit. Një shoqëri që investon në rritjen e vlerave morale dhe edukimin e të rinjve ndihmon në uljen e rrezikut që ata të bien prej sjelljeve negative. Faktorët që nxisin veset e shëmtuara. Ka disa faktorë kryesorë që bëjnë të rinjt të prehen nga veset e shëmtuara. Familja dhe edukimi. Një ambient familjar ku mungon vëmendja, komunikimi dhe dashuria shpesh krijon hapësirë për ndikime të dëmshme nga jashtë. Prindrit që nuk janë të angazhuar në jetën e fëmijëve të tyre rrisin rrezikun që ata të marrin vendime të gabuara. Shoqëria dhe miqt, të rinjt janë të ndikuar fort nga grupet e tyre shoqërore. Kur miqt praktikojnë zakone të dëmshme, rreziku për të ndjekur ato është shumë I lartë. Media dhe interneti. Eksponimi ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme, dhunës, drogës dhe materialeve që promovojnë zakone të dëmshme mund të ndikojnë negativisht në moralin dhe psikologjinë e të rinjve. Problemet emocionale dhe psikologjike, depresioni, ankthi, ndjenja e inferioritetit dhe stresi janë arsye të tjera që shpesh shtyjnë të rinj drejt vesit, si një mënyrë për të shpëtuar nga realiteti ose për të ndjerë lehtësim momental. Njohja e këtyre faktorëve është hapi I parë për të ndaluar futjen e të rinjve në ves. Edukimi dhe ndërgjegjësimi duhet të jenë të fokusuar në zbulumin e këtyre rrezikeve dhe në dhënien e mjeteve për t'i përballuar. Strategjitë e parandalimit. Parandalimi I vesit e të rinjt kërkon angazhim të përbashkët nga familja, shkolla, komuniteti dhe vetë të rinjt. Disa nga strategjitë më të efektshme përfshijnë edukimi moral dhe etik. Shkolla dhe institucionet arsimore duhet të fokusohen jo vetëm në mësimin akademik, por edhe në edukimin moral, ndërtimin e karakterit dhe zhvillimin e empatisë. Komunikimi dhe mbështetja familjare. Prindrit duhet të krijojnë lidhje të ngushtë me fëmijët e tyre, të jenë të pranishëm dhe të diskutojnë hapur për sfidat dhe presionet që përballen të rinjt. Aktivitetet kulturore dhe sportive, ofrimi I alternativave të shëndetshme si sporti, arti dhe muzika dhe projektet komunitare ndihmojnë të rinjt që të zhvillojnë aftësi të ndjenjë përmbushje dhe të largohen nga influenca negative. Krijimi I mjediseve mbrojtëse. Komuniteti duhet të ofrojë hapësira të sigurta për të rinjt, ku ata mund të ndihen të mbështetur, të dëgjuar dhe të përfshirë në aktivitete pozitive. Ndihma profesionale. Psikologët dhe këshilltarët mund të ofrojnë mbështetje për të rinjt që përballen me probleme emocionale ose presione të jashtme. Ose ndikimi I mësuesve të fesë, duke ndihmuar që ata të shmangin zakone të dëmshme. Parandalimi është më I efektshëm kur bëhet një proces I vazhdueshëm dhe jo thjesht një përpjekje e njëhershme. Vëmendja e hershme dhe kujdesi I vazhdueshëm e reduktojnë ndjeshëm rrezikun që të rinjt të prehen nga veset e shëmtuara. Roli I shoqërisë dhe përfundimi. Shoqëria ka një rol vendimtar në formimin e të rinjve dhe parandalimin e vesit. Kur shoqëria inkurajon vlera pozitive dhe ofron mbështetje, të rinjt ndihen të lidhur dhe të motivuar të ndjekin rrugën e duhur. Edukimi, aktivitetet sociale, media pozitive dhe ligjet mbrojtëse janë element kyç për të krijuar një mjedis të shëndetshëm. Në përfundim, parandalimi I vesit të rinjt kërkon një angazhim të përbashkët, familja, shkolla, komuniteti dhe individi vet. Ndërgjegjësimi, edukimi moral, mbështetja emocionale dhe ofrimi I alternativave pozitive janë armë më të fuqishme kundër vesit. Kur investojmë në të rinjt dhe I udhëzojmë drejt vlerave të mira, ne nuk mund të mbrojmë vetëm të ardhmen e tyre, por edhe të ardhmen e shoqërisë së tërë. Një shoqëri që parandalon vesin të rinjt është një shoqëri më e fortë, më e bashkuar dhe më e lumtur. Duke investuar në rritjen e tyre morale dhe edukimin e tyre etik, krijojmë themelin një bote më të drejtë dhe më paqësore.